10 ditësh i dytë i Ramazanit, ditët e faljes. Ramazani është një udhtim shpirtëror i ndarë në 3 etapa. Nëse 10 ditësh i parë është mëshira që zbret mbi zemrat, atëherë 10 ditësh i dytë është një thirrje e fuqishme drejt faljes. Profeti Muhammed alayhi salam ka thënë: fillimi i tij është mëshirë, mesi i tij është falje dhe fundi i tij është shpëtim nga zjarri. Kështu, 10 ditësh i dytë i Ramazanit njihet si ditët e faljes. Nëse në fillim zemra u mbulua nga mëshira, tani është koha që ajo të pastrohet plotësisht nga gabimet. Fjala maghfirah në arabisht nuk do të thotë vetëm falje. Ajo do të thotë mbulim, fshehje, mbrojtje. Është sikur Allahu jo vetëm t'i falë mëkatet e robit, por edhe t'i mbuloj ato, të mos i ekspozoj, të mos e turproj atë në ditën e gjykimit. Allahu thotë në Kur'an: thuaj, o robërit e mi, që e keni ngarkuar veten me gjunahe, mos e humni shpresën në mëshirën e Allahut. Vërtet, Allahu i fal të gjitha mëkatet. Surja Zumer 53. Ky ajet është zemra e 10 ditëshit të dytë. Është mesazhi që i drejtohet të çdo njeriu që ka gabuar, që është penduar, që kërkon një fillim të ri. Rendi është i mrekullueshëm. Së pari vjen mëshira, Allahu e afron robin e tij, i zbutë zemrën, i hap portën. Pastaj vjen falja, kur zemra është gati, kur njeriu është përulur, kur loti ka rrjedhur, atëherë ai kërkon falje me sinqeritet. 10 ditësh i dytë është kulmi i vetëdijes. Tani agjerimi është bërë më i lehtë. Trupi është mësuar me disiplinën, shpirti është më i ndjeshëm. Kjo është koha ideale për istighfar, për kërkim falje. Si duhet ta jetojmë këtë 10 ditësh? Këtu janë ditët kur besimtari duhet të shtojë kërkimin e faljes, astaghfirullah, lutjet e natës, mendimin e thellë dhe të sinqert, reflektimin mbi jetën e tij. Profeti alayhi salam kërkonte falje mbi 70 herë në ditë, madje në disa transmetime mbi 100 herë, ndërkohë që ai ishte i mbrojtur nga mëkatet. Po ne, sa herë kërkojmë falje me vetëdije? Kjo është periudha kur njeriu duhet të ndalet edhe të pyesë veten: a kam lënduar dikë? A kam padrejtësi mbi dikë? A kam neglizhuar ndonjë obligim? Falja nuk është vetëm mes robit dhe Allahut, ajo kërkon edhe rregullimin e marrëdhënieve me njerëzit. Sepse Allahu fal mëkatet që lidhen me të, por padrejtësitë ndaj njerëzve kërkojnë kthim të drejtave. 10 ditësh i dytë është kohë rregullimi, kohë pajtimi, kohë kthimi. Profeti alayhi salam nuk e ulte intensitetin e adhurimit me kalimin e ditëve, përkundrazi, ai e shtonte përkushtimin gradualisht. Në mes të Ramazanit, ai ishte i përqendruar, i qetë, i zhytur në përmendjen e Allahut. Ai e dinte se falja është thesari më i madh që mund të fitojë një rob. Në hadith thuhet: kush agjeron Ramazanin me besim dhe duke shpresuar shpërblimin, do t'i falen gjunahet e kaluara. Ky premtim hynor është shpresa e çdo besimtari në këto 10 ditësh. Shpesh, fillimi i Ramazanit është i fortë, zemra është e zjarrt, entuziazmi i madh, por në mes të muajit mund të vijë lodhja, mund të vijë rutina. 10 ditësh i dytë është një test i sinqeritetit. A do të vazhdojmë me të njëjtin përkushtim? A do ta shtojmë kërkimin e faljes? A do ta thellojmë lidhjen me Allahun? Sepse ky është muaji i transformimit, jo i përkohshmërisë. Me pendim të sinqert, me istighfar të vazhdueshëm, me zemër të përulur, me falje ndaj të tjerëve. Sepse ai që fal njerëzit, shpreson të falet nga Allahu. Allahu thotë: le të falin dhe të pajtohen. A nuk dëshironi që Allahu t'ju falë juve? Surja Nur 22. 10 ditësh i dytë i Ramazanit është një pastrim i thellë. Është momenti kur shpirti lahet nga gabimet, kur zemra çlirohet nga pesha e së kaluarës. Janë ditët e faljes, ditët e istighfarit, ditët e rikthimit të sinqert. Mos e lër këtë periudhë të kalojë pa kërkuar falje me gjithë zemër, sepse ndoshta në një nga këto net Allahu do të shkruaj faljen tënde të plot. Dhe kur zemra falet, ajo bëhet e lehtë. Kur shpirti falet, ai bëhet i lirë. Ky është mesazhi i 10 ditësh të dytë. Kthehu, kërko falje
dhe fillon nga e para.